Kryeministri Edi Rama në një takim mbi të drejtën e informimit kritikoi hapur komisionerin Besnik Dervishi se ky i fundit duhet të aplikojë sanksione ndaj institucioneve kur nuk merret përgjigje brenda 10 ditëve siç e përcakton ligji. Ai u ndal dhe tek rastet kur me sanksione u frenua fenomeni i zaptimit të trotuareve apo bllokimi rrugëve nga ministra dhe deputet. Po ashtu numri 1 i qeverisë shtoi se sanksioneve për mungesë informacioni nga ana e qytetarëve nuk duhet t'i shpëtojnë ministrat dhe sekretarët përgjithshëm. Sipas Ramës, mosdhënia e përgjigjes krijon sens dyshimi dhe atmosferë konspiracioni sikur çfarë ka mbrapa informacionit. Ligji është shumë i qartë. 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 nëse nuk ka përgjigje, ka sankcion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sankcionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sankcionohen ministrat, duhet sankcionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe nëse kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejt, besoj unë, por duhen vendosur sankcione. Mos harroni që kur e kemi nisur këtë proces qeverisje, kishim problem të madh parkimin e palishëm të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mbi gjithë trotuaret e mundshëm dhe mbi të gjitha lulishtet dhe hapësirat publike rreth e rrotull parlamentit. Ku janë sot? Pse nuk ka asnjë që parkon atje? Sepse u vendosën sanksione. U gjobitën deputetët disa herë me radhë dhe kuptuan që loja e parkimit palishëm mbaroi. Ose nuk kam makina ministrash që shkelin semaforin sepse u gjobitën ministrat për shkeljen e semaforit. Numri 1 i qeverisë u ndal gjithashtu tek liria e medias duke nënvizuar angazhimin për dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër. Një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Në përmbyllje të javës së integritetit 2025, konferenca shërbeu si një platformë kombëtare dialogu mbi sfidat e transparencës institucionale në kuadër të procesit të integrimit evropian, duke vënë theksin në rolin mbikëqyrës të komisionerit, përgjegjësinë e institucioneve publike dhe forcimin e llogaridhënies ndaj qytetarëve.